tash unë ka munguar. Sepse e bën kaq të rrezikshëm. E bëj të rrezikshëm se e njeh si përpore. Bash? Jo si mi babës nuk e bo burr. Djotën e kanë rëmbyr. Kush? Çka po flet? Çet thon, tash tregoj. Tash edhe tina i ka kohë për akmore. Tash këna tregon për objektin e Athinën dhe vendoren ato. E mirë. E mirë, mundet me konë të valtone. Mundet të zemi mirë. Gjithçysh dhe do të disim për përgjithësi. Merri qelsat e zyrës. U morën vesh. Miru po. Mirë po. Ne boshi se kanë punë shkajtë to. Bosh, në kohë të malli mirë. Gjithë të vani më shumë zatetë. E kanë vra? Ku ka bërë tjetër gjo? Vesh me ta mor jetën preqen. Aman, zhënë, se krejtë kanë zëjë. Doktor, si ka të gjendje të ta? Kundra, nuk e pak duhet bisedë. Doktor, ka një parangit se në nësile që si ka ndrodhur diçka. Të lutëm me trego, mos bëra fol. Alban, vjen shumë pjesë në thënë. Por, nëna jote e broj. Zotë të flashlash. O, Zot, Zotë e rjeti, o Allah. Tere tash më ka mungu shumë boha. Tash më në unë ka përgjithmo, o Allah. Vemo shumë kohë tjetër. Hajde mo tjetër të hajde. Hajde mo tjetër. Skar jam e 2, 3, 4, 5, 6. Mas më të shkyt. Ja të shkyt. O jam këllë më të. Në kamerën në gjuhë. Luj. Në kamerën në gjuhë. Apo? Në kamerën në gjuhë. Në kamerën në gjuhë. Jo. Po dronë një hoqin loj me lu? Po. I parë, i dytë, i tretë. A ma kini kini? Kja fillojmë? Unë e kam rëndin e gjuhë. Unë e kam të arrohë. Ah, moj tokë, po a shtrejtë që një. Se gjokit u shmorëve, u derë, sa nanat ka metë, ka tjenë, sa dhmitë ka metë, ka tjenë. So. Po, krejtë ko këna habitë. O, gjithë një vetë i shka, unë i me ndihmue. A dini ku banon Zoj Hajdari? Në Alboni ta? Po, në Alboni. Po, a gjëdim, ja ku është shtëpia, por nuk janë aty. Zoja është e sëmur, janë në shtëpinë e Shëndetit. Shkoj, po këshyri, që e kanë gjonë asë të Alboni? Ditën e mire boshit, i ko kishok mirë. Ditën e mire boshit. Ditën e mire. Ah, marëm se, ku me ditë, pe vujtjeve ka posë. Ku me ditë se qa ka posë.
Mora, po ajo është Haziri. Ai qenë ka gjallë? Se një ditë do të mbetet në fëtë që bese e Zotit. More, dil nga zyrja se s'kam kohë të merre me ty. Dil! Ismet. Si po shihet, punët nuk do të shkojnë mirë, jo. Muzikë në trenohë me të. Babo, ljutë. Ka ki po? Duk ish i zbet. Hajde ma mu të qila telefon. O bëse, qa po të rejta mëre? Qa po mëre? Alo, bës. Du me të posa ma shpejt e unë. Qa po të bës? Shpejt thash mos gjatë ma abet, dhe unë e shpejt. Që o fër shpis tonë jena, mera bovina. Në zakirën, pas ka të rejti s'ka të bëse. Qa po mëre? Adë është me ran. Hyn! Denis, dil jashtë se kam punë pak me të din. A që shërben nga njështë? Thash dil jashtë! Bës, qara u në ki? Dëve shumë i në rëzua. Lumë, punët nuk po na shkojnë mirë. Po na villë se në rëmbim, për fargjurve nuk lanë. O, është një punë edhe ma e keqe. Është këthy Haziri. Është në që i ka e farë Haziri tash? Haziri, ja? Haziri është baba i vjollcës. I vajzës që ju e rëmbyet. Deri sot është llogaritur i zhdukur. Por ai është gjallë. Më në zinën e gjallë mi O mbyllë more! Nuk e njeni ju atë sikuron. Se ndryshe kishit folë. E pse e bën ka së rëzikshëm, bës? E bëjt rrezikshëm se e njoh sikur parën e kuqe. Kur të kupton se çka i ke mbon aty, nuk ka më na lën vend kun. O djem, ju kisha lutë që ta shetutje, t'jeni shumë të kujdesshëm. Shumë kujdesshëm. Nuk bërë shumë. Dhe të jetojnë gjatë të kujna, është në balkon. Ashe kishë një të kryra. Valton, a mund të vish deri këto? Nuk pës dhe që ka Fal, Denis, qa pa të rej? Qa pa të rej? Valton, ti e shoku më i mirë e mi. Këtë e mirë ma ka thënë disa herë. Këtë që të të them, nuk do t'i pëlqej shumë e mirë. Fal, qka pa të rej? Vjollë në kam rëmby. Sot ishim në shtëpinë tonë disa tipa. Të cilët e rëmbuan babajnë për rëmbimin e vjollës. A me i keqë që është edhe babajnë që i përcinë në punë. Që kam përpoj mëre? Jo i shala. Falë do të? Për në e prit të shka? Po. Vesh o mëre. Po në ollë basë. Falë basë, me shka mëra më të ndimu? A është shtrimi këtë një vru me Amren Zoj Hajdari? Po, kushime ju që për përkani? Unë një bure Zojës Haziri. Bure Zojës, po... Bure Zojës është i shduku në luft? Po që besa Zotit i shduku nisha, po ju lesha në vete.
A njehni ju Zoin familjarisht? Po e njoft, po ti bas nuk e njoft e djalin tënë. Ko me njoft, kur im da prej ti. Alo si ka pas 5 vjet? A ne bas pritëm veç 1 minut. Ener, në rajnë kone në qytetit të unë në zyre. Kom pun diçka. E kom një lajnë të mirë për Albanë. Në shohë. Paciazel, djallit u ka bo buër. Alban, edhe pse ki mërzi për nonën, e kini lajnë të mirë. Baba tu ka këthi. Baba? Baba Azer? Ashtë e mundur! Bab? E u thimi babës ko ke bo burës. Alban, ku është Vjollca? Vjollca shke me pyet për te, krys koq. Hajë se veqika e babës, po shkojmë të gëzojmë edhe na. Bab, nona... Pasi Azer, duhet më konë krenar për djallin që e ki. E zoja, ma herët i pat 2 sulme. Sulmin e pare ka laj. Po fatkeqësisht sulmi i dytë ja mori jetën. Zotë në është shnash, që të për pjekshin nga dyja. Zotë në është shnash. Djalli jam, që burrat nuk e kanë më mërzit. Se Zoti na ka falë, Zoti na merë. Me një sarëzi që baba e ka kaluar, mati ish harru. Po hajde qohëm se kena shumë punë dhe kry. Hajde, bani. Doktor, ditën e mirë. Doktor, ditën e mirë. Ju falënderit shumë të zhërë shumë. Qka pa Denisi, Valta? Shkojmë shpejt të joj. Shkojmë të valën shpejt. Denis, je ma e jo që nuk priton, që t'na diqka me pi. Jo, Valta, nuk pritoj, me njerë. E mirë, Vjollcën e kanë rëmbyrë. Kush? Që ka po flërë? Qetëson, tash tregojnë. Denisi kanë dëgju që në këtë punë ka gisht bonda e lumit. Ku e more vesh ti Denis? Nesh ku e ka marrë veshaj. Kryesore është mos të rrinë duar kryq. Merë mësi e dim se kush shpejt kena min zona ta pisa. Ani që hesu qarë presu, so. Vëtë e mirë. Ne duhet të organizohemi, pastaj zekrojmë. Për këtë punë na duhet haruni. Ja bëj një telefon. Tërre. Alo, Harun, ku je? Që është në shpe? A ka diçka të re? Ka dhe shumë bire. Duhet i qërojmë hesapet me bondën e lumit. Po mo t'i kam prit me pas punë me ata pisa. Me qëka t'kanë zirë problema atave? Jemi kacafyt njëherë në një restorant me ta, por tani ata e kanë kidnapu femrën e Emirit. E ne nuk e dim se ku fshihen. E dion mirë shtrupfollukën e tyre. Për ta kryer këtë punë me sukses më duhet të marrë edhe t'i kam me vete. Për ata edhe të thirrëm, se ti je ma i provumën këto sene, veç një gjadje, se ne jemi vishkull, nuk kemi asgjë. Për orë dhe organizem së bëni marak. Je më prit një mua aty. Se edha, veç të përgatitëm. To ngarën. To ngej, shijem. Qka të tha, Valta? Tash vjen, na tha të presim. A ka në njëri të gjau këto ju? Ose që si adën. Në i sjell nga i kukërësh mua dhe bukërësh e sime. Po shef njerë. Shpirë, kur do të shkojnë në një javë? Vera shkoj? Kur do të shkojnë? A, brezana.
Dhe ju ferma të sa në se është. Vetë kam thonë. A që vjetë se ju në ndali. Dhe Stambullën kime po. Që jam borë? Je shumë i shpejt, veç kush takoj nati. Ta një si në vejtën. Ta është të rekoj se kush jam dhe qka mund da ndimon. Hona është një shoqe imja, e cila ka detyrë më të rrezikshme për neve. Kjo duhet që të shkoj të mashterojnë në hyrje të objektit, dhe se ona nga ona e pasme të vazhdojmë aksionin. Nëse ona arrit të mashterojnë, për një është shumë lehtë. Ona, është shumë rrezikshme kjo për ty. E di, e me vetishme për rrezikon. Fatose është një djalë i cili u rrit në jetimare. I ka rënë në dorë bandës së lumit. Ata kanë detyruar të bëjë punë pesta. Tash edhe tina i ka koha për hakmarrje. Tash këna tregon për objektin në Athinën dhe vendohen ata. Fol Fatas. Kështu, objekti është ofër një mali. Para objektit janë gjithmonë dy roje. Në katin përdhes, unë do t'jam e një roje, të cilën unë do të jep qafe. Kur të vini ofër objektit, do të pas shumë kujtes. Mrapa objektit, është një drejtare të cilën do të dalë unë me vajza dhe të vazhdim rrugës.
me lumin, a mund ta therni? Hajt, bos, hajt, ta kalon zote, veç pin rëm famna. Shu i koli, më s'fol ashte. Mundësish më shpejt, është ta ke me rëndësi. Me njëherë, burosh. U të gjuani zonë? Edhe mua më dhe po. Shkojnë të alenë busën? Shpejt? Bosë një zhurën për një të poshtë? Jashtë të pisa! A ole me juru jua! Jashtë! Si mi pas për lëb, shpenker! A din se ku ka shkuar Valtuni? Ka dalë me disa shokë dhe me Emiren. Tani do të kthehen, mos u mërzit. A do të rish me mua derisa të vijaj? Po, do të rri, por të shtriu pak dhe pusha. Dhe kur të kthehen, në do të tregoj. Mos u mërzit djalë jam. Bura nuk e kanë që me mërzit. Tregoj t'i babës, që që kalu këto vitet e pasurtës, pas qëtë me ditë. Më në bo, që keme kalu. Vëlla si të visë kemi ditu shumë. Zore dhe heke më të mëllë ka pasur nama. Ajo është të kujdesu për ushqen dhe veshje. Në të qysh u qenke, të eri sa marrë kene ndim sociale. Por atë të ndim në ndërprejnë, duke menduar se Vjollca po punën. Ta në kohën ka mendu, si ka arë funi pa drejtsive, që të njetën e ka njekë të në Kosovë, por sa po shone, alo pas ka pun të ka prunë. Prej atër, nona e mërë të poshtë, filloj të mërzite. Edhe pse të mërzi, kur do ke shpretët pra leve, gjithë mund e të gajret, thoshtë se bëhet mirë. Në pak kjo e babës i tregove shumë shka. Po Vjollca, a u shkute në shoqë që e vetë, e më nejtë ka gjatë? Jo, bo, për kundër. Vjollce, kur do ke ka të zotë tjerë jashtë shtëpisë? Ka pos në shoqë që mu nuk shku me vetë? Po, ka pos, po ajo është të shku të vloj soj në Gjermani. Po mirë Alban, u shushin ata shokë që pësidu më shtëpi shëndetit. Më të për Valtuni dhe Emiren? Nuk war di janë, por a i mjeku dhe shoku i ti. Ata e njëzit të cilë nga kanë gjetur në ditët më të vështira. Të mirat, nuk bën me harru, ma vash zotë i më reshnet,
Mire do të vacejnë. Alban, hajde dalim. E të shkojnë aku mund marrë vesh në kësan për vjotësa. Dali bab, që do që edhe në restoran ku ka pëllu vjotësa. Shkojnë nështë të marrën vesh atë në sena. E ke mbyllë dhe në vëndë? Po, të mbylla. Hajde shkojnë. Kur gjë, Denis, kur t'him rana të regojnë, po shkom sheli dy. Beni, ku ka flet, të qenë tjetër në donë. Mirë, për ty të kujdesit hana dhe fatose, dhe së të sjellën në banat, që të në vejtën ty. Ku janë hana fatose? Ta shi lemrën aty. Parandalje gjakdelëve si kam krejt, për shërim të ato tjeshën i marrën tjerat. E merë, shumë mirë ke pështu që shke qenë rëzik. Shumë mirë, bile. Haran, ndihmon pak t'ja ndroj venin se ati është ma i përshtatshëm. Hajde. Dhe sa prokta. Denis, kujdesu për e mirin deri sa t'vinë hona dhe fatosi. Derën mos ja hapë për kujna deri sa t'vinë na. Në rregull, Valter, shkoni pagoj. Shkoj. Ta thrasën busin. Po, tëra. Urnë? Na ka dalë një problem i madh. Duhet zatetëm. Çfarë problemi tash djem? Unë ju thash jeni të kujdesshëm. Nuk më i kallzojnë telefon. Pres në restoran. Kur? Me një ran. Eva. Hajde do se të kallzoj, a dhe nuk unë i kujdesshëm ti, ana. Vita djem. Ha, qa ka vjetësh? Bu, si s'bë t'i ka sen? Djem, për që kam thirë? Na thej që mus leni gjurën. Ja u këthy Aziri, e ja ne ja knej, e mas mromi, na i mule. Djem, s'po kuptoj kur që sen si unë ka marrë vesh. E merë vesh e merë. E qëve djallin, e na sulmoj. Edhe një nga njerëzit e mi na i vrajten. Djalli jem këso punë nuk krynë, nuk është e mundur kjo. A është e mundur a ju, kallëzojnë nga qëtashti. Kabe, djem, kjo është një mos marrveshje. Djem, djalli jem nuk bënë.
e lume. Pa i me ta është baba i Emirit. Ata be marrin me zërë. 2 milim duhe. Ishin ata? Batë sot na patëm problem me ta. Na vjen kesh për lajmin që po ta japim, ata janë që e kanë rrumby vjollcën. Po kur rinë ata tipe? Na kem të ta sot i befasum se nuk na pritën. Po dhe na u befasum se nuk e gjetëm vjollcën aty. Gjatë tërheqjes se miri u plagos. Aty ishin edhe 3 vajza tjera. Ato i lirum. Po Emiri ku është? Emirin e qumën shpet e olin. Aty e mja ka jone, nuk deshte me marrë vesh policia. Kam qeh me shku me pa Emirin. Shkojmë. Na edhe ashtu kena me marrë barnat për Emirin. Nisim, vetëm të tregoj Albanit që mos bëhet marak se largova lartë. E përkojna rrugës. E përkojna rrugës. Fatusi jam, cilë devën? Urdhë me Fatus. Si je, i mirë? Si në e mirë? Mirë bët që erdhët, sepse mua me duhet të shkoj. Mos bëhet me rakë babaj. Shko të pagojle, se unë e huna tash kujdesën për Emire. Emiri ka fjetër, kur të zhjohet të regoni se kam shkuar në shtëpi. Shko pagojle, nuk e lani dhe i keq për kur gjo, pa më ra. Për cilë të dejtë të dera? Mirë ke pështu. Po ku e kem trinin? Po, po që... Jo. Kemi të heq, se bëhet që afro dhe të Qyshi? Mirë, po. Nuk kam po shumë. Për një senëm kam e tatrin juve. Për çka Vacia Zer? Pse mos më thirr mu me armë me juve? Po Vacia Zer na... Nga në bacima, ju keni kry punë ballë. Tash leni bacit i krynë punë vetë. Vacia Zer, ti ati nuk bëmë shku vetë hiq. Ata e në kama blak bërtë. Ju tha baci, leni se krynë punë vetë. Tjeni, po shëmë, po kalzën i bacit, kush jenë ata që kanë marë vjollcën? Vllai i Emirit kanë dëgjuar. Aha, e ku ka njeri i besun dhe me thonë. Po. Vacia Zer, për fillim una me një fotografi, ku janë të gjithë njerëzit të bandës së lumit. Pa kjo fotografi unë një më shumë, ju e një anësh. Djem, unë po dalë, se po duhet me kry të punë që si ka krye dikush tjetër. Po që besa, se ata edhe hyshmetin e kanë ble me pare. Ditën e mirë e boshit. Denis! Folë bak, shpejt vinë taksi. Pse bak? Ku është Emiri? Emiri mundit me konë të valtoni.
Duhet ta gjejmë mirë. Gjithçysh do të nisemi për Turqisë. Turqi? Po. Se vop? Jo ndosani që nuk e dini ju djalë. Po edhe shpejt shkojmë të gjejmë mirë në Turqi. Po bob e mirë nuk vjen? Se nuk vjen ai. A është i plagum? Plagum? Po. Po është trota shaj. Është të vajtum? Në shpejt taksi. Shpejt çona te valkon. Po shpejt hin mos hukun ko. Ec. Je i sigur që është e valtoni, po? Po. Valton, se vanove ka shumë? Je mardh ma heret, po ti ishe flejtun. Foli shokut tim Fatusit edhe shoqës Honës. E dita që të sajnë. E qa ka Gjemir? Ben, Emilio është lodhër. Hajde u lukëta. Ben, apo ma këndarat këngën time, jetime. Kusha? Hyn Denis, hyn. Çka ka tre Denis? Baba ka unë në po e mirë. Hajde shkojmë, fyllet të fërmë. Mirdita të gjithë. Mirdita. E mirë? Si je? Mirë. Apo ke dhejt? Jo, nuk kam mirë. Po pse vreshti shebrinat me ata pisa? Api sheshit kanë plagu. Kanë mujtë edhe më të vrau. Që besa, edhe unë sot për një ki me floku kam shtu. Mos të ishin do djemë që mu gjinën, po sot unë e me në gjitë. Ata ishim na, unë edhe Haruni. Jo? Po, e jetën të hapshtu baba i Vjollcës. Haziri të hapshtu jetën. Haziri? Po. Po e mirë. Boba e më të po. Me so po e shok, ti ko kej fort me ardhë me babën dhe i në aeroport. Sonte do të shkojnë për Turki. Atje nashtë edhe shërovësh. Shko ti ku dush, mbas ku me shkuve. Unë nuk vi kërkun heq. E mirë, nëse as njerë së më ke ngu, kësaj rave ngu babë. Për të mirë tonën e kam. Nuk je nevoj me më lutë. Nuk jam thmi. Keq po gabo. Edhe nga bofsha gaboj një herë. Jo si ti të njetën me gabime. Denis, ec! Erdha me të lutë. E mirë, e kom po njerët më largu për këti vendit. Që ashtu e kom punën. Një mundu asa kom ujtë me të një mu. Faleminderit shumë, Fatas. Na ke një mu bollë. Zotit Allah është morën. Faleminderit shumë. Miru bofshëm. Ditën e mirë. Ditën e mirë. O, me dita shëtë. Së dhe më vonë? Po mirë që takohë. Urna? Ka dorë një ultimi pa pritur. Hajde braj kohë, ku ashtu? Inshallah hajrë. Do të u thoj për Turqi për një kohë të pacaktuar. Zyrtarisht? Jo, privat. Denisi nuk është mirë me shëndet. Po tu kisha lutë, nëse kishe mujtë me e kry detyrën time derisa të kthehem. Po, zotëri, do të mundohem që mos lasë një punë keq. Merri qelësat e zyrës. U morë vesh. Miru pofshëm. Miru pofshëm. Që shko ti nga qelësat në zyrë? Ta jep një këshill. Të jesh më tolerant se unë. E mirë, kishe fata dhe, shpëtove për pak. Unë e pështova.
Po s'mujta me marrë vesh sem për jote. Zoti e di çfarë keqe i ka ndodhur asaj. Nuk duhet gjithë me mendu keq. Si kur ajo të kishte mundësi, nuk e kish lënë për na vlej me u. Atë shat vajzën atje, Cëllën? ajo që ka shallë gjithë që është në telefon dorë. Pesho, po nuk pen jo. Kush është Ajo është njëra nga vajzat që liruam nga vënda e lumit. Se rëna është aja din me na tregu diçka për vjetë. Boshin se kanë punë shkajtë to. Bosh, në kohë do malli mirë, gjithë të vani më shumë zatetën. Me njerë. Ku po arë se krymë, është po. Zote më se vash. Më ke pështu në momentet ma të shtira tjetës. Po ta vim nga një kafe. Edhe heq më shme pas ko për ty gjoj, me flet dëshirë pa tjetër. No homo. Kjo është Gresa, motra ime, ndërsa kjo është Emiri. Gresa, motra ime, shkoti në shtëpi, unë nuk vënohem. Motra ime, mi kam disa detyra të tjetër të vendimash. Ake nuk vënohem. Këtë e mirë Gresa. Këmë shmirë. Dur,
Emir është njëri nga shokët që ju luam juve. Atit Emir është plagosur. Vërtet? Emir, a je tash më mirë, a tu ka shëru plaga? Njëra plak po, por tjetra jo. Si po mendon, nuk po kuptoj. Plaga nga plumi më shërua, por plaga për Jolcën jo. Deri ta kuptoj se ku është Jolca dhe çka i ka ndodhur, po nuk jam mirë. Falë, nështë s'po bojmë shumë e tepërt me pyet, çka ke pas Vjollcën ti? Vjollca ishte e dashura e Emirit. M'jen keq, m'jen shumë keq për krejt që duhet me thonë edhe për krejt që i ka ndodhur Vjollcës. Vjollca ka qenë njëjtën dhomë me neve, bashkë me ato vajzat që na rrëmbyen ata. Edhe ajo nuk ju bind urdhrave të tyre, e maltretuan. E ku ishte Vjollca atë kur ju liruan ne? Vjollca atë ishte me neve. Faktikisht ishim bashkë në të njëjtën dhomë me vajzat tjera që na liruat ju. Por ajo nuk ju bindej urdhrave të tyre dhe ato e morën. E maltretuan atë ditë shumë. Nuk e di ku e kanë qu. E vron. E kanë vra? Se është një keq. Më kërëna të duke më duke, ana rriti me shumë një. Atëra në bëllajnë ishim shumë të vetë. Shësëria. Po ata na ka larguar dhe nga regjistri familjes së dëshmuarve. Atë mirëshin një ndihmë sociale. Kush ju pas ka larguar nga regjistri? Kush? Është një farborri, i thojmë Ismet. Pa i është bëllajnë. Ka bërë tjetër gjo, vesh me ta mor jetën preshen. Ramon, shumë sekret të zë. Falë shetim! Vjollcën e kina vra. Me urdhën të Ismetit. Cili të Ismet? Bash luftetarit tënë. Ismeti? Fikë se o pritës dhe! Shqiptar, kjo e gjubre. Na koga puto shqip. Deli! Pustaj! Pustari!
Daj bre, shkrat ti e bre, vema o ti vene. O të të ti zvali. Kemi snet, kismet.